Antarët demokratë të Këshillit të Mandateve dhe Imunitetit u përballën për herë të katërt me sallën mbosh, pasi socialistët refuzuan sërish kërkesën për të vijuar mbledhjen për të shqyrtuar kërkesën e SPAK për imunitetin e zëvendës kryeministres. Ngazmend Bardhi e cilësoi situatën të papranueshme. Ky është një akt i paprecedent që nuk ka ndodhur kurrë në kuvendin e Shqipërisë, ku Këshilli i Mandateve të ketë marrë më shumë se 3 javë kohë për të shqyrtuar një kërkesë të ngutshme të prokurorisë, qoftë përpara kryerjes së reformës në drejtësi, qoftë pas reformës në drejtësi. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike paralajmëroi kallëzim penal ndaj kreut të kuvendit Niko Peleshi. Ne do të përgatisim me përgjegjësi të plotë edhe një kallëzim penal për shpërdorim detyre ndaj kryetarit të kuvendit. Ky dokument, që është ligj dhe çdo veprim i kryer në kundërshtim me rregulloren e kuvendit, ka pasoja ligjore. Kryetari i kuvendit nuk mund tallet me kuvendin. Kryetari i kuvendit nuk merr urdhra nga të korruptuari, do duhet zbatoj ligjin dhe t'i shërbej interesit publik. Këshilli i Imuniteteve u mblodh për herë të parë me 19 dhjetor për të shqyrtuar kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres me qëllim arrestimin. Mbrojtja kërkoi aso kohë 3 javë kohë për t'u njohur me aktet, ndërsa kreu i qeverisë ka paralajmëruar se Këshilli nuk do të mblidhet pa u shprehur për themelin e çështjes gjykata kushtetuese.